Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jemi në emisionin tonë të Sehan Mejlisi i Sehanës me Dr. Flamur Sofiun, me cilin do të bisedojmë rreth Imam Ahmedit dhe medhhebit të tij. Prandaj, Dr. Flamur, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se u gjetëm. A mund të na thoni se kush ishte Imam Ahmed ibn Hanbali? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Do të flasim shkurtazi për një person të kalibrit lartë, i cili ka qenë autoriteti kryesor i hadithit dhe i jurisprudencës apo fikut islam në kohën e tij. Ky është Ahmed ibn Hanbali, rahimahullah, që është edhe themeluesi i medhhebit Hanbali, lindi aty ka viti 164 Hijri dhe konsiderohet njëri prej dietarëve më të mëdhenj të islamit në kohën e tij. Tjetra, si dietar i madh, ky është edhe themelues i medhhebit Hanbali, që sot ky medhheb ekziston në mesin e muslimanëve. Jetën e tij e ka filluar gjithsesi edhe e ka zhvilluar tërësisht në Irakun e Sodit apo në Bagdad. Aty ka lindë në Bagdad dhe tregohet në tregimet e historisë së tij, gjithsesi jetës së tij, babai i Ahmed ibn Hanbalit ka vdekur kur ka qenë shumë i vogël apo kur ka qenë fëmijë Ahmed ibn Hanbali, dhe nga kjo kuptohet se nëna e tij mandej ka marrë përgjegjësinë e kujdesit ndaj dhe mirëmbajtjes, ruajtjes së birit të tij, i cili me kujdesin e nënës vet arriti që t'i ndjek dietarët e mëdhenj të kohës vet dhe të bëhet njëri prej dietarëve më të mëdhenj, e sidomos të veçohet në çështjen e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky si dietar, qysh në fillet e para është marrë më shumë me njohjen, nxjerrjen, mbledhjen, tubimin, kuptimin e hadithit. Dhe është një prej kolosaleve dietarëve më të mëdhenj të botës islame në hadith. Cila është rruga e dijes, si erdhi deri te dia, nga kush mori mësime? Shikoni, Imam Ahmedi, rahimahullah, ka jetuar në Bagdad, por çështjen e dijes e ka kërkuar thuajse në çdo vend të botës islame. Në atë kohë ka qenë e njohur Mekka, Medina, Kufa, që ka qenë qytet i njohur i dijes në Irak, Basra, po ashtu ka qenë qendër e dijes edhe Jemeni. Imam Ahmedi ka për transmetimeve që përmendin se 2 herë i është sjell gjithë botës islame duke marrë dije prej dietarëve, që disa përmendin 400 dietar, e disa thonë edhe më shumë dietar ka marrë dije. Pra është interesant ky si dietar, ku ka ndëgjuar që ka një dietar që din hadithe, din çështje të fikut, ka shku ka vizituar, ka qëndruar taj, ka marrë dijen e tij dhe është kthyer në vendin e vet. E dijen më kryesore dhe dijen më bazike që ka marrë prej shumë dietarëve dhe vetë veçon Ahmed ibn Hanbali është Imam Shafiu. Imam Shafiu në ka pas mësuesin kryesor dhe bazik që ja ka mësuar shkencën e fikut Imam Shafiu, por pa dyshim se në kohën sa ka qenë gjallë Ebu Jusufi, nxënësi e Ebu Hanifës, nga i cili kanë marrë mësim edhe Shafiu, edhe Ahmed ibn Hanbali ka shkuar në mënyrë të veçantë, ka marrë dije dhe njohuri të fikut nga nxënësi i Imam Ebu Hanifës, Ebu Jusufi. Kjo tregon se Imam Ahmedi rahimahullah gjithë kohën ka lëviz, ka ecë duke kërkuar dietar, qoftë hadithit, qoftë fikut, për me arrit me marrë dijen për tyne, me tubue, dhe kjo argumenton se vërtet ky person, rahmetullahi alayhi radiallahu anhu, ka qenë person i nivelit lartë në dije, si në hadith në veçanti, po ashtu edhe në fik ka qenë shumë i njohur Ahmed ibn Hanbali, rahmeti pas shpirtit. Atëherë është interesant që dije ka marrë nga një numër i madh i dietarëve, por ajo që më ka rënë në sy është se kishte edhe një numër jashtëzakonisht të lartë të nxënësve të tij. Nxënësit e Imam Ahmed ibn Hanbalit janë të shumtë, sikur që janë nxënësit e tjerë. Për shembull, për nxënësve që më vonë, prej dietarëve që më vonë kanë zhvilluar shumë mëdhëbin e tij, janë të njohur Ibn al-Qayyimi dhe Ibn Taymija rahimahumullah. Të dy kanë qenë ata dietar të mëdhenj, edhe ata kanë qenë mësues dhe nxënës. Ibn Taymija ka qenë mësuesi i Ibn Qayyimit,
Këta dy kanë kontribuar shumë në zhvillimin e mëdhebit të Ahmet ibn Hanbelit, rahmetullahi alejhi. Atëherë, për personalitetin e tij flitet shumë dhe përshkruhet nga cilësitë e tij më kryesore ishte durimi, modestia dhe toleranca. Pse i përshkruhet kjo cilësi e durimit Imam Ahmedit? A mund të na informoni më në detaje? Në kohën e Imam Ahmedit është paraqit një sprovë e quajtur El Mihnatu, sprovë e cila është shkaktuar nga udhëheqësi i atëshëm Habasit Me'muni, i cili ka qenë përkrahës i sektit Mu'tezileve. Mu'tezilet janë një sekt që i japin përparësi mendjes ndaj tekstit, domethënë më shumë i japin përparësi mendjes se sa argumenteve kuranore dhe haditheve. Dhe është në kohën e Ahmet ibn Hanbelit është përhap fitnja, sprova se Kurani a është i krijuar apo është fjala e Allahut, as është i krijuar. Dhe kjo ka shkaktuar telashe të mëdha në atë kohë, saqë Me'muni ka menduar t'ia imponojë çdo dietari idenë, mendimin e Mu'tezileve se Kurani është i krijuar. Ndërsa Ahmet ibn Hanbeli dhe dietarët e asaj kohe, të gjithë janë munduar me përballue këtë lloj dhune, këtë lloj sprove të rëndë, e cila ka qenë kundërshtim me ehli sunne vel xhamaa, të cilët e kanë bindjen atëherë dhe sot dhe deri në ditën e Kiametit se Kurani është kalamullah, është i folur i Allahut, e cilësia e Allahut është edhe të folurit e Allahut, është cilësi e përhershme. Dhe Ahmet ibn Hanbeli, njëri prej dietarëve në atë kohë që i ka bë ball dhunës, dajakut, burgosjes, maltretimeve të shumta, vetëm nuk ka lshupe që ta pranoj mendimin dhe idenë e Mu'tezileve se Kurani është i krijuar. Dhe në këtë aspekt Ahmet ibn Hanbeli veçohet si një person i cili ka duruar, ka bë ball dhunës së jashtëzakonshme, torturave të jashtëzakonshme nëpër burxhet e Me'munit dhe ka mbrojt bindjen idenë e ehli sunne vel xhamaa se Kurani është fjala e Allahut e përhershme. Dhe elhamdulillah në këtë aspekt konsiderohet Ahmet ibn Hanbeli një prej personave që vërtet ehli sunne vel xhamaa i ka mbrojtur në kohën më të vështirë, në sprovën më të madhe. Dhe për këtë mund ta quajmë Ahmet ibn Hanbelin apo t'i japim tiparet e njeriu që ka duruar shumë, se vërtet dhuna, dajaku dhe nga dajak thuhet prej dietarëve që edhe i ka ardhur vdekja, që e ka bën në atë kohë kush? Udhëheqësi i Abasitëve Me'muni. Interesante është çështja, mandej marrëdhjen e mas Me'munit të udhëheqësve, të halifeve, të Abasitëve, e kanë mbrojt idenë dhe mendimin e ehli sunne vel xhamaa dhe e kanë kundërshtuar dhe e kanë eliminuar mendimin e Mu'tezileve. Kjo është ajo mirësia që Ahmet ibn Hanbeli ja u kalon muslimanëve ehli sunne vel xhamaa, e kanë mbrojt me jetë, ta quajmë me shumë drejt thomi, me jetë e kanë mbrojt kënd idenë, bindjen, imanin e ehli sunne vel xhamaa se Kurani është fjala e Allahut e nuk është i krijuar sikur që mendonin Mu'tezilet. Atëherë po kthehemi te veprimtaria e tij, cilat janë veprat kryesore të Imam Ahmet ibn Hanbelit? Vepra kryesore bazike e cila kamet dhe do të mbetet deri në ditën e Kiametit është vepra madhore e tij kapitale, është El Musnad, në të cilin përfshihen sipas dietarëve 30.000 hadithe. Edhe kur është përmend kjo 30.000 hadithe, s'do të thotë se 30.000 hadithe i ka përfshirë të gjitha. Thuhet që Imam Ahmet ibn Hanbeli përmendet në historinë e tij se ka ditë 1 milion hadithe në kokën e tij. Por ai ka qenë shumë i përpikt në senedin e tyre, në kontrollimin e tyre, në verifikimin e tyre, në përcaktimin e tyre se cili është sahih, cili është sakt, dhe i ka fut në musnedin e vet diku 30.000 hadithe, dhe që kjo është një pasuri shumë e madhe për muslimanët deri në ditën e Kiametit. Me këtë vepër Ahmet ibn Hanbeli ja u lën muslimanëve një trashëgimi të paparë. Atëherë, nëse mund ta parashtrojmë pyetjen në këtë formë, a është Imam Ahmedi muhaddith apo fekih? Ai është alim, është dietar i madh, është një kolosal i dijes, mirë po nëse dietarët kur kanë folën këtë çështje, kanë thonë kur vjen puna në hadith, kjo është shumë i madh në hadith. Edhe në fikë është shumë i madh.
Mirë, po në hadith është shumë i madh. Domethënë, mos ta kuptojmë gabim këtë shprehjen se në hadith që nga shumë i madh e në fik që nga i vogël. Në të dy anët është shumë i madh, por në hadith që ndritën shumë. Për ato edhe disa prej dietarëve kanë thonë Ahmed ibn Hanbali, rahmetullahi alayhi, më shumë është muhadith se sa faqih, por unë them të dyat i ka, por në hadith është shumë i madh. Atëherë, me qenë se ka dhënë kontributin e tij në fik edhe llogaritet si themelues i medhhebit Hanbeli, cilat janë veçoritë e këtij medhhebi, a mund të na thoni? Te medhhebi Hanbeli, përmendëm mas je tham fjalinë që Ahmed ibn Hanbali rahimahullah është më shumë muhadith se sa faqih, po e kuptojmë se ka qenë shumë i kujdesshëm në vendosjen e normave të şeriatit, gjithmonë te ky ka pas përparësi hadithi i saktë. Edhe prej metodave apo burimeve të şeriatit që i ka përdor Ahmed ibn Hanbali, dihet është Kurani që është burimi i katër medhhebeve, nuk diskutohet, suneti i pejgamberit alayhis salam, hadithet e sakta. Domethënë ky më shumë ka shkuar me nxjerr vendimin e shariatit me hadithet sakta. Sikur i është larguar aty në mendimeve të mendjes apo ka qenë shumë i kujdesshëm te kiasi, ka bo kias, s'ka dyshim, ka përdor kiasi si burim shariatit, mirë po ka qenë shumë i kujdesshëm që mos të vijë ndesh me hadithin e saktë dhe me një fjalë, medhhebi i Ahmed ibn Hanbalit apo medhhebi Hanbali veçohet se thuaj se mas shumti i ka dhënë përparësi mbështetjes në hadithe të sakta. Dhe në këtë aspekt medhhebi Hanbali veçohet prej medhhebeve tjera që mas shumti është bazuar në hadithe, në tekste e jo në shpjegimet e ijtihadit të ulemave. Atëherë, ku gjen përhapja apo përfshirje medhhebi Hanbali në cilat vende apo regione është më i përhap? Medhhebi Hanbali është përhap momentet e fundit, domethënë me ardhjen e familjes Al Saud apo mbretërisë në Arabinë Saudite, familjes Al Saud, aty përhapet më shumti në Arabinë Saudite, ka të përhapur edhe në Irak, ka të përhapur edhe në Yemen, ka në disa vende të përhapur, mirë po përhapjen më të madhe dhe më të zhvilluar e ka me ardhjen në pushtet të mbretërisë saudite, thuajse Arabia Saudite zyrtarisht tash e ka edhe medhhebin Hanbali dhe ky medhheb është i përhapur, por s'do të thonë që vetëm në Saudi, po ka edhe në vende tjera, por jo me shumicë sikur që është në Saudi. A keni informacione se para themelimit të shtetit të Saudis në vitin 1744, nëse nuk jem gabim dhe në një farë forme në formë bashkëpunimi me Abdul Wahabin, ishin dakorduar që ta ndjekin medhhebin Hanbali dhe Abdul Wahabi ta e përkrah themelimin e shtetit ose politikën e asaj kohe. A keni informacione se cili medhheb është praktikuar më herët në ato vizë? Realisht në atë kohë që është quajtur Hijaz është quajtur Kodishulli Arabik, medhhebi më i përhapur sipas shpjegimeve që kam marrit të lexoj ka qenë niveli më të madh i medhhebit Shafi. Mande ka qenë medhhebi Maliki, ka pas edhe medhheb Hanefit, derisa ka qenë pushtet Perëndëria Osmane, mirë po me ardhjen në Hanbelit thuajse s'kan qenë fare, ose shumë pak kanë qenë përhapur në Arabinë Saudite. Mirë me ardhjen në pushtet të mbretërisë saudite, Al Saudit, dhe me përkrahjen e Muhammed Abdul Wahabit, reformatorit asaj kohe, atë është përhap më shumë të medhhebi Hanbali dhe sot realisht ekziston medhhebi Hanbali. Du ta kemi parasysh se vonë në Mekë, derisa ka qenë Perëndëria Osmane para se më ardh familja Al Saud, në Mekë, në Qabe, kanë qenë 4 mihraba. Janë falë 4 mezhebet. Me një mihrab është falë medhhebi Hanefi, ka qenë imami dhe xhamati, me një mihrab është falë imam Shafi, medhhebi Shafi me xhamatin e vet, me një mihrab imam Malik, medhhebi Maliki, me një mihrab medhhebi Hanbali. Kjo ka qenë aktuale, me kalimin e kohës, mandej ato janë eliminuar dhe kanë mbet medhhebi zyrtar dhe sot është medhhebi zyrtar Hanbali që duhet të respektohet, kudo që është medhhebi zyrtar, xhamati duhet me ndjek atë imamin, e jo imamin me ndjek xhamatin. Atëherë, dietarët e vlerësojnë Imam Ahmed ibn Hanbalin
Pra, çka thanë ata ose si e përshkruajnë të tjerët Imam Ahmed ibn Hanbelin? Të gjithë dietarët që kanë takuar Ahmed ibn Hanbelin folin fjalë shumë të mëdha. Po na do të veçohemi te fjala e Imam Shafiut. Imam Shafiu, rahimahullah, ka qenë edhe mësuesi Ahmed ibn Hanbelit dhe aq shumë ka vlerësuar Ahmed ibn Hanbelin sa që ka thonë, pasi po largohem prej Irakut dhe po vjen në Egjipt, thot nuk e kam gajle, thot se po e lën një dietar, një alim, një mujtahid shumë të madh, një muhadith, një faqih që s'ka me hekeq ky vend pasi e kanë këtë dietar të madh. Domethënë vetë Imam Shafiu e ngriti dhe e vlerësoi shumë lart në aspektin e dijes, po edhe në aspektin e devotshmërisë dhe sjelljes ka qenë i veçantë, thot Imam Shafiu për Ahmed ibn Hanbelin. Kurse kemi për shembull një dietar Yahya bin Ma'in rahimahullah, që ka jetuar në kohën e Ahmed ibn Hanbelit, thot nuk kam parë njeri si Ahmed ibn Hanbeli. Ka pas qëllimin jo njeri në aspektin e anën fizike, por nuk kam parë njeri ditun dhe dietar dhe me një farë mënyrë plotësuhet komplet si njeri, me dije, me devotshmëri, me begati, me mirësi, sikur Ahmed ibn Hanbeli. Tjetër kush ka thonë, për shembull, ka qenë njëri prej dietarëve të njohur, Ali ibn al-Medini, ky ka thonë një fjalë të madhe, thot Ebu Bekri radiallahu anhu e mbrojti muslimanët kur i luftoi murtedët. Kurse Ahmed ibn Hanbeli e mbrojti Ehl Sunne wal Jamaa kur e mbrojti mendimin se Kurani është fjala e Allahut. Thot këto me një farë mënyre ka dashur të bëni krahasim. Ebu Bekri po i mbron muslimanët nga murtedët, kurse Ahmed ibn Hanbeli i ka mbrojtur nga mendimet dhe idetë mu'tazile që kanë qenë kundërshtim me Ehl Sunne wal Jamaa, gjithsesi tek ajo se Kurani është i krijuar apo jo. Ahmed ibn Hanbeli ka bënë punë të madhe në atë kohë, ka duruar, ka vujt vetëm me mbrojt këtë ide që i ka mbrojt Ehl Sunne wal Jamaa. Tjetër për shembull është njëri prej dietarëve Ebu Zur'a ar-Razi rahimahullah, ky kur flet për Ahmed ibn Hanbelin, thot nuk besoni, thot po ta dini, thot se Ahmed ibn Hanbeli në trurin e tij i ka pas 1 milion hadithe. Subhanallah, 1 milion hadithe i ka pas me senet, me transmetim, me zindi transmetimit, me komplet i ka pas në trunin e vet. Më kjo është ajo që ka njerë kur e lexon këtë fjali njeriu, s'do të thot 1 milion shi, a 900.000 shi, por është puna në hadithe të shumta, numër të madh, se vërtet si dietar është angazhuar shumë në mbledhjen e haditheve, saqë Imam Dhahabiu, një prej dietarëve të mëdhenj që është marrë me çështjet e dietarëve, e quhen Sheikhul Islam. Dietar, argumenti i Islamit e quhen, dhe thot imam i hafidhave të hadithit dhe i argumentimit të fe. Domethënë, aq shumë e çmon sa që e quhen Sheikhul Islam, imam i hafidhave të hadithit edhe dietar i argumentimeve të fesë. Çaq bukur që ka ditë mi argumentua dhe mi shpjegua çështjet e fikut, thot ndërsa Ibn Kathiri thot ai ishte imam në fik, ishte imam në hadith, ishte imam në zuhd, në asketizëm, ka qenë shumë i devotshëm, shumë asket, shumë i larguar për dynjas. Këtë jetën e ka kushtuar ahiretit dhe shumë ka qenë imam dhe dietar i madh në sunet, në hadith. Pra këto janë disa prej dietarëve që e kanë vlerësuar shumë, mirë po ajo që ka mundin me përmbyll te vlerësimi i dietarëve është se të gjithë kanë thonë ka qenë mbrojtës i sunetit pejgamberit sallallahu dhe ka pas memorien e jashtëzakonshme. Rahimahullah. Atëherë, doktor Flamur, faleminderit për këto shpjegime që në isolle. Të dashur vëllezër dhe motra, shpresojmë që në këto emisione ju kemi ofruar informacione rreth 4 themeluesve të mëdhëbeve dhe metodologjisë së tyre, të cilën kanë praktikuar për nxjerrjen e dispozitave islame, dhe inshallah në emisionin e ardhshëm do të flasim për ndjekjen e mëdhëbeve, si dhe mundësinë për të përzgjedhur, pra do të mundohemi të i trajtojmë këto pika me qëllim që t'ju sjellim informacione, nga se shpesh besimtarët nuk janë shumë të informuar apo edhe
fare se nuk e din se cilit mëdhëheb i takojnë apo nëse ndëgjojnë fetva apo mendimet e ndryshme se çfarë duhet të veprojnë në situata të tilla. Atëherë, mirupafshim deri në emisionin e ardhshëm. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.